ka bon drejtëria që se ka po heqë shërbimi publike e inspekcioni komunal. Është një shtyllë në mes të rrugës? Projekti jam kryesor ose i iniciativës qytetare për drenasja Kosovë, pastrimi Beturino komplet që është bon temë jo pak po shumë më dhe këto ditë në mediat e Kosovës. Sidomos në pjesën tani që e kum publiku para disa ditë në qikatuat e vjetër, atjo të merë zoti për Beturina është. Një pjesë e dytë që është deponi Beturina që është në Laposhnik, ajo ose deponi Beturina është inerte, po këto nuk janë inerte, që drejtojnë edhe kamerës ndoshta mundot me po këtu. Këto janë komplet Beturina. Të në deponi ilegale? Po e kanë bo, komuna ka pas shpallë të deponi inerte, po këto nuk janë inerte. Komplet tash janë të i derë qytetarë, pe i binë, nështë ta mujë vëthoj dhe pe i Prishtinë gjithë këto Beturina kështu. Në një që kjo dhe tjetë... Trajtimi i Beturina, trajtimi tyne, gjitha ato projekte tjera që kanë me gjythë, gjitha ato rrugë, po tash si shemull po të jam veç në lagjën nga shorë, një qëfar që ka bon drejtëria që se ka po heqë shërbimi publike e inspekcioni komunal. Është një shtyllë në mes të rrugës? A? Nësa është një shtyllë? Shtylla me disë rrugë, ja, si shifet, jo që lagjën nga shani kjo është, unë nuk e di që shë kanë para po, që farë sa më vore dhe me vendusë. Këtu që mund vje keq, nështë të për qytetarët e denosit, me orë këtë gjendje këtë edhe me po kështu.